Këtu flasim për gjithçka dhe për çdo, nga arti dhe kultura, sporti, filozofia, teoritë e konspiracionit apo çdo temë që na bën të mendojmë, të qeshim, e të themi, "Ore prit pak." Ky është vendi ku energjia nuk mungon, mendimet ndahen hapur dhe çdo episod është një eksperiencë e re. Nëse të pëlqejnë bisedat spontane, vibe pozitiv dhe diskutimet që të mbajnë të mbërthyer deri në fund, je në vendin e duhur. Me Armela Drapi dhe Engji Drapi nisemi për Diku ku dielli nuk perëndon. Sigla. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në Diku ku dielli nuk perëndon. Tashmë që dhe temperaturat janë ngrohur, patjetër që të gjithëve na shkon mendja tek mirëmbajtja më tepër e trupit apo nisja një palestre, ushqyerja më shëndetshëm, sepse natyrisht pak na dang nisja e sezonit plazhit. Dhe patjetër ku të shkoj vëmendja, sigurisht tek trajtimet e anticelulitit dhe konturimi i trupit për të qenë sa më fit patjetër. Dhe jam ditën e sotme në studio me mjeshtrin e trajtimit të anticelulitit, Elios Bino. Elios, përshëndetje dhe mirë se vjen. Më ftove. Është nësi do të kemi në emision dhe ashtu sikur të po thoja. Edhe shumë suksese dhe sa më mbar në rrugtimin tënd. Faleminderit shumë. Tashmë që janë ngrohur temperaturat, më duket sikur të gjithë e kemi vëmendjen akoma më të shtuar, pavarësisht se patjetër gjatë gjithë vitit ka interes për sa i përket trajtimit dhe mirëmbajtjes së trupit, por mendoj që tashmë është edhe periudha kur shtohet më tepër fluksi dhe interesi për trajtimet e anticelulitit. Unë i kam vendet sa më të reduktuara, edhe po ushtova më shumë, prap do kem më shumë dhe prap do jetë i njëjti problem, kështu që celuliti është mirë ta bëjmë gjatë gjithë dimrit. Unë kam pasur punë gjatë gjithë kohës, dimër, verë, nuk është se kam ndier këtë gjë. Po është problem. Shiko, mendoj që ndikon edhe fakti që jeni më i mirë, ja, se je ndër të parët që ka sjell trajtimet e anticelulitit në Shqipëri dhe është risi edhe patjetër si një mashkull që bën trajtime të tilla. E kam pas të vështirë. Mendon se të ka ndihmuar fakti që më ka ndihmuar dhe po ta kisha bërë dhe më herët dhe më mirë, do ishte edhe më lart edhe më ashtu, po më mirë vonë dhe kurrë se sa është shumë mirë. E kam pasur rrugtimin, e kam pasur të vështirë sepse mashkull, mua ndonjëherë femrat më vishin me boksa, në që kishin turpe, kupton Elës, po patjetër. Ka qenë në rrugtimi vështirë, avash, pastaj një shoqë që më merr në telefon, Elios thotë i ke mundësi të më ardh në Rusi, po unë kisha marrë prapë bazat në Tiranë, sepse isha pjesa. Po, kur thua një rrugtim i vështirë, çfarë ka vështirësuar? Pra, kam patur kompleks vajzat, gratë. Kompleksi vajzave 1, kishte ofendime 2, mashkull se isha 3, plus që atëherë nuk është se kishte VIP apo nuk kishte kështu rrjete sociale ose unë punoja me emaile, po punoja me një kompani që qenë atëherë 23, kështu që isha vetëm me emaile, ashtu dhe prapë kisha klientelën shumë të lartë. Po, shumë interesante, se të mendosh ke gati 17 vite në treg. 17 vjet. Kështu që pra ke praktikuar atë periudhën e emaileve. Shumë interesante. Emaileve, kontakteve, gjërave, mesha me modelingat, mesha me rifest, mesha me këngë, me menaxhim, unë jam marrë me të gjitha, nuk është se kam vetëm në një vend. Po, çfarë të shtyu për të hyrë fushës së estetikës? Sepse ti më herët ke studiuar për skenografi. Po, patjetër. Gjë që natyrisht ka të bëjë me të bukurën, por po, në radhë parë bësha parukerin. Bëje parukerin. Kur lash parukerin, pastaj u mora me estetikën. E thotë një shoq që Elios vazhdonte masazhet aty e më mirë. Pastaj kisha edhe kinezë aty, kinezë do më dhanë një dorë shumë të mirë, trajnimet jashtë, shkolla jashtë, kështu që u fokusova. Dhe kur erdha pastaj ka qenë një pjesë e familjarit tim se unë s'do isha kthyer kurrë në Tiranë, po. Pastaj na ra tërmeti, na ra garantinë, na ra gjërat, nuk ka qenë të vështira gjërat. Ndon ngritja deri diku, unë që deri diku, prap duhet të ecim edhe më fort, edhe më mirë, kështu që prap kam nevojë edhe për gjëra të tjera, sepse është risi gjithmonë. Pra po thua se kur ke sukses natyrisht nuk vjen në krejt rastësisht, jo, nuk vjen direkt suksesi direkt, më ka ndihmuar ti apo mund t'i përmës? Po patjetër. Që ke Drilon Hoxha, që ke Stine, që ke Ingriti, që ke Ronela, që ke Samantha, që ke gjithë. Më ka dhënë një dorë, që ka një Zabranga, po Ingriti ka qenë një nga gocat më të mira që më ka ndihmuar fort, pa. Se për pata s'do isha, e kupton. Absolutisht. Edhe sa do lekë të kesh pa dorë natyre nuk e ku shkon. Patjetër që po. Por mua në fakt më bën përshtypje fakti që ti thua ma ka vështirësuar punën, fakti që je djalë dhe kryen trajtime sepse ti ke zgjedhur që të punosh vetëm me vajzat dhe me gratë. Problem se ka dhe familjar, ka dhe të dashur, në Shqipëri ka dhe të dashur, shumica ka të dashur. Edhe ndoshta nuk e lën, edhe lën dhe se lën.
Kjo është Plus okay, unë kam dhe goca, nuk është se jam vetëm, unë kam dhe goca. Burra, ku e di unë, Po, unë kam dhe goca, e kam zgjedhur atë gjë. Kush do me Elisin, do me Elisin që jam i shtrenjtë, kush do me gocat, vazhdo me gocat. Kështu që kam marrë atë pjesë, kurse ko e kam pasur më herët, e kam pas dhe më të vështirë. Po, si e ke menaxhuar gjën? Domethënë, kanë ardhur aty mbase të dashurit apo bashkëshortët Jo, në kohë garantinë kanë ardhur, më kanë ardhur disa kanë dhe riu. Jo çashtu, po jam dish jam rraf. Po shqyqy që kisha një ishin tim që e mbajtja ajo atë që kishte nxirë se vallai Isha support, domethënë. Po pra, më tha dhe një aktor, aman Elios mos folta se na mbytu dha, po u sqaru gjë dhe më thonë rrugtimi vazhdoi të më i mirë. Përmendje ishin. Domethënë ishi ka qenë bashkëthare e rrugtimit tënd dy apo? isha, një ish ka qenë që më ka deri diku më ka ndihmuar në rrugtimin tim, sepse ishim bashk, ajo pastaj pa rrugtimin e vet, unë pa rrugtimet e mia, unë ndam për punë lekësh për gjëra, se kështu ndan shqiptarë gjithmonë ndahen për një arsye. Po unë them që ta uroj dhe ty që mos punosh kurrë bashk, sepse është më mirë punosh vetëm në biznes se sa të kesh dikë që ta kesh sepse ka përplasje, ngrindje. Sa ta ka vështirësuar fakti që kishe edhe partneren në punë dhe partneren jashtë pune, po të njëjtin person. Po ma ka vështirësuar sepse vështirësohen gjërat. Ka grindje, ka gjëra, unë dal, do marrin televizion, do shkoj, do marrin në një event, do shkoj. Unë do njeriu do support nga mbrapa, nuk do vetëm grindje dhe gjëra dhe problema. Absolutisht. Pastaj ka të bëj familja, pastaj veriorët janë problem, kështu që çfarë duhet të them unë? Tani veriorët ka ngela i stili, po prapë është dëgjoj Elisin, unë jam lërit në Tiranë. Edhe do mua më duhet një gocë nga Tiranë, nuk më duhet një gocë nga rreth. Edhe unë e kam shumë problem që pra e ke kthyer në standard tashmë, nuk do më goca nga veriu. Jo, nga veriu. Keq dorë. Kam dorë nga veriu. Nuk e di a shenjë mirë apo shenjë e keqe, po gjithsesi, ne jemi shenjë emocionale. Shenjë emocionale. Shiko, unë mendoj që ne që jemi nga Tirana ruajmë disi balancat. Sigur dashurohesh me një duke sigur është disnivel. Jo se nuk dua të ofendoj njëri sepse gjithë rrugtimi ka qenë i bukur, i mirë, jemi ndar për arsye të tjera, po kur je disnivel, kur nuk të kuptojnë, kur ashtu është një problem i madh. Më mirë ti jesh single dhe të vazhdosh rrugtimin tënd dhe është më bukur. Kur të dali, kur ta kesh shënuar i madh i Zot. Sa e vështirë është për ty ta ndash jetën profesionale nga jeta personale, familjare, qoftë edhe tashmë në ambientin. Po faktikisht unë kam lidhur pak biznesin me veten time, kohët e fundit kam menaxhuar, po duhet të kem edhe dikë, kam marrë dhe një gocë të mirë menaxhere, e quajnë Sara, ma ka prezantuar një nga këto VIP-at e Big Brotherit. E përshëndesim Sara. E përshëndesim Sarën, kështu që e kam gjetur pak veten, po prap do t'i japim më së fundo më gjë. Prap besimi nuk është 100%, po kështu që duhet të kesh të pak hapësirë për veten tënde. Sidomos në kohë fluksi është problem, duhet të jem gjatë gjithë kohës aty. Mund ta lë të biznesin të tuar të tjerëve. Absolutisht. Diçka që mua dhe natyrisht gjithëve na bie në sy janë edhe paketat që ti lançon dhe promovon her pas here. Po, dhe si a del, se duket sikur po bën biznes, por biznesi është Unë kam shumë prorje dhe ja kam dal. Kam marrë më shumë se ç'duhet dhe ja kam dal si në bilanca, si në rroga, si në gjëra, unë ja kam dal me të gjithë, sepse kam marrë shumë fluks, më shumë se ç'duhet edhe. Është pak pritje, ndoshta shahem pak në Tiranë për pritjen, po në punë e bëjmë kolosale dhe të mirë. Kur thua shash për pritjen, pse duhet shash për pritjen? Po shahem, të gjithë shahem për pritjen. Unë kam ardhur dhe jam e kënaqur. Kështu që ne të kemi dhe klientë, kështu që. Patjetër, jam i lumtur. Faleminderit shumë. Okej, sa seanca duhen pak a shumë për të trajtuar celulitin? Trupi është një fakt që duhet bëjmë kompromis gjitha që gjitha kemi të celulit. reduktoj ushimin 1, të bëj palestrën 2, ta mbaj trupin gjatë gjithë vitit 3-4 paketa, që trupi mos të ketë kapsula indëdhjamore, sepse në moment që ne i lëm ato kalojnë në zona gropore, kalojnë në zona që ato kalojnë jashtë kofshës dhe kam problem se ato nuk shkrihen pastaj duan kirurgji, duan gjëra dhe pastaj hajnë një dynja të madhe. Kështu që duhet ta tonifikojnë veten gjatë gjithë kohës. Të gjitha gocat aman, ju lutem hajde gjatë gjithë sezonit. Kështu që goca është kulturë. Gjithë sezonit se përndryshe nuk bëhet. Nuk bëhet. Është si puna i palladit që do arkitekte, do inxhinierë, do këtë. Po, ka një zonë e cila është paksa më e vështirë për të trajtuar. Është zona e viteve 1 dhe zona e barku 2 dhe zona ansore 3. Që ka filluar këto tonifikimet braziliane që unë po bëj një trajnim nëpërmjet Kinës dhe Tiranës dhe po e bëj natën dhe jam shkatruar pa gjumë gati një muaj. Faleminderit shumë. Po, vetëm të reja. Po, çfarë ndryshon në fizionominë tonë që këto zona janë paksa më problematike apo më të vështira për të reaguar? Indëdhjamori është i brendshëm dhe duhet ta kalosh me pjesën e baltës, me pjesën e xhelit të ftohtë, me pjesën e akullit. Janë disa shërbime që duhet t'i bëjmë zinxhir se ndryshe nuk
nuk e tonifikon dot. Sepse mirëmbajtja gjithkohës, gjatë gjithkohës. Ilës, çfarë bën bash skenografin, parukerinë dhe trajtimet e konturimit të trupit dhe anticelulitin? Po faktikisht unë me skenografi nuk është se jam marrë shumë, të që kam punuar në televizion, pastaj me shkollën kam qenë jashtë, këtu më ka dhënë një dorë kinezët që unë u futa, u stabilizova në gjëra, nuk është se jam marrë, më shumë jam marrë me këtë gjën time, më shumë me anticelulitin, me livëdrenazhin, me estetikën, këtë kam pas primare, dhe këtu kam ngecur dhe këtë e dashurisë si punë që ta bëj, se përndryshe nuk e bëj dot. Sa vështirë është ta bësh si punë, sepse duket sikur Shqipëria ka treg, gjithnjëra më tepër në rritje, ka profesionist, por ka dhe persona të cilët duket sikur e prishin disi tregun. Nuk dua të shaj kolegët e mi, se kam respektim më të madh, po nuk e bëjmë punën. Nuk e bëjmë punën siç duhet ose ta bëjmë punën ta bëjnë efikase. Këtu e bëjnë punën për të marrë ato lekët. Për të mashtruar në thonjza, kam marrë këtë aparatur, kam bërë këtë aparatur, jo, trupi do kohë, trupi do, trajtime, trupi do, nga aja ke zhoja, nuk bëhen gjërat shumë, hajde mo, thjesht bëjmë dy pare dhe i bie që mos të vi me klienti. Sepse unë kam parë edhe disa sallone, se në fakt nuk duket si qendra estetike, që thonë me 10 seanca do kesh të bësh, nuk e di. 20 seanca, 50 seanca, 100 seanca që trupi do. Pra është thjesht marketing. Është marketing thjesht me të marrë atë lekët dhe thjesht e me të nxjerrë, sepse mund të ketë thashë që ka dhe kolegë që mund të bëjnë, jo po ikën barku me livëdrenazh. Livëdrenazhi është thjesht çlirimi i momentit që bën edhe thjesht ujrash, zorrën e trash, urinimin. Nuk e bën gjën. Të bëjnë çfarë të duan këta, po prap kush është i mirë dhe të bëj gjë më të mirë. Absolutisht, kemi dyshime që e më i mirë, ja. Cila është grup mosha që është, le të themi, klientela? Më kanë ardhur. Jo, të më e madhe. Që 16 vjeç, 17, 18 deri 65. Pra mund të nisën trajtimet që nga 16 vjeç. Deri në 70 vjeç që kanë planuar, më shumë ja. Pastaj çka kanë probleme me zemrën, tensionin, i kanë pyetur që në fillim me kapilarët, ta marrin vena varikoze, varixhet, unë i kanë pyetur që të gjithë sepse mund të gabosh dhe pastaj një gjë është ajo dhe gjithmonë pronari e mban faj, nuk e mban punëtori. Okej, natyrisht sepse është personi më i kualifikuar që bën një vlerësim. Por në raste të tilla, kur për shembull kapilarët janë më të zgjeruar apo kanë pasur probleme që thonë ma ke bërë ti Elios, ma ke bërë këtë ose i ngoz nga plazhi një kliente që kishte nxirrje gjithkohë ishte bërë çokoladë, i kishin dalë strijat, më thoshte mua ma ke bërë ti me vakumin e viteve. Unë s'ja kisha bërë strijat i kishte pasur, po. Ndryshonte gjyra dhe thoshte ajo jo më kishte ardhur me gjithë dashën, i zbuta të dy, i mora doktoreshën, mora i trajtimet e gjërave dhe në fund fare nuk erdhi fare dhe thjesht më bëri një zhurmë kot. Ka dhe problematikë. Ka persona që kanë probleme psikologjike më. Në pritje ka dhe problema, në pritje që thotë ta marr pagesën mbrapsht, ta bëj këtë mbrapsht. Unë i lirë jam, kështu që unë do bëj punën më të mirë. Kto e din që celuliti nuk bëhet që short dhe korrik. Të gjithë njerëzit ikin në plazh. Hajde gjatë gjithë dimrit që ti jesh në ver gati. Kështu duhet bëjmë për të gjithë. Gjithsesi jemi praktikisht në kohë për të le të themi për të patur ngushtimin në perimetër etj. Sepse njerëzit do shkojnë në plazh dhe do vinë prapë gjatë dimrit, e kupton, kështu që është një punë zinxhir që do ta bëjnë gjatë gjithë kohës, nuk është se është ndalon. Thjesht trajtimet e anticelulitit mund të nisen që në moshën 16 apo 17, 17, 18, sepse na ham sufllaqe, ham keq, edhe unë këto kohë të fundit kam dalë jam bën me bark. Kështu që edhe normale edhe unë kam ngrënë keq, se s'kam kohë. Nuk kam kohë, jam nga ora 9 deri në orën 9 darkës. Na ja hëna na të shtunë, kështu që duhet ta marrë si kritik. Po punoj dhe unë gati nga 30 veta ti po i bëj dhe unë. Edhe veten. Po patjetër. Ose ndoshta, shiko, mbase duke u stresuar me negocat, ke filluar. Ja, unë punë bëj me qef, unë dashuroj, po patjetër. Okej, super. Patjetër. Në klinikën tënde, nëse mund ta quajmë klinik, ke trajtime të ndryshme qoftë edhe me radiofrekuencë, me balë të ngrohtë. Kur këshillohet të përdoret për shembull radiofrekuenca? Radiofrekuenca është mbas baltës. Trajtohet njëherë me balë trupi, futet ke fashët e pendazhit, mbas fashët e pendazhit futet me shkopat e bambus, mbas me shkopat e bambus bëhet gjeli ftohtë, bëhet akulli, bëhen duart, ndonë është një seri gjërash. Pa ato janë paketa më të shtrenjta, kështu që pra janë paketa të kombinuara. Paketa më të shtrenjta, po janë paketa e mia. Kur thua paketa më të shtrenjta, sa më të shtrenjta janë? 500 euro, 1000 euro. Shiko, duke marrë parasysh tregun, sepse unë nëse do vish ti unë do rri 2 orë me ty. Kështu që unë 2 orë, mas 2 orësh nuk bëhem që të bëj një klient tjetër. Absolutisht. Bëhem edhe unë duhet të kem atë një terari. Po ata të cilët janë të interesuar për një trajtim me ty, ku duhet të drejtohen?
faqe, shkruajnë në numër dhe unë i drejtoj, ju shes paketën, i them të fish kaq, ke kaj seanca, ke kaj gjëra. Shkruajnë në inbox edhe unë nuk the përgjigje. Sa të interesuar janë meshkujt ndoshta për trajtimet e anticelulitit? Ka të meshkuj, ka qendra, ka goca, nuk e di, kam parë disa faqe që trajtojnë edhe meshkujt anticelulitin, trajtojnë edhe celulitin, trajtojnë edhe lifodrenazhin, trajtojnë edhe këto anësore, kështu që kanë filluar të meshkuj. Kanë filluar ta mirëmbajnë. Po. Shenjë mirë dhe e keqe një mendoj unë njëkohësisht. Për mua është shenjë mirë. Kush punon korrekt ecën, kush punon keq, shkon aty ku shkon. E kisha fjalën shenjë e keqe në Jo, thonjë s'është gjë keqe, për mua është punë, duhet ta bëjnë. Patjetër. Aty kush e ka nisur një biznes duhet ta bëj. Patjetër. Sigurisht, po thjesht na Për mua është lëvrat punë. kemi vetëm diçka ne oçun. Ne mendojmë gjithmonë për keq. Okej. Ka specifika shëndetësore që mbase hipertensioni mund të Unë kam emocional, ndikoj? unë vetë celus kam një emocion emocional që kur më nxeft në njëra më tonë e duroj deri në një farë pike dhe nuk e duroj dot më. Ka rast që kam kthyer pagesën mbrapsht që kam thënë nik vazhdo rrugtimin tënd, ka qendra plot. Jo, e kisha fjalën që në rastin kur një klient Ka qenë për mund keq. të vuajë nga hipertensioni, pra presioni i lartë i gjakut. Ndikojnë këto trajtime apo nuk është se Jo, nuk ndikojnë në nga këto? hipertensioni, nuk ndikojnë, vetëm kur pin kafe shumë, vetëm kur nuk kanë frytë gjumë shumë, jo ku ju më dhëm vertebra, më dhëm kjo, më dhëm ajo, duhet të shkojnë dhe ke fizioterapisti. Se ne nuk kurse shërojmë fizioterapinë, ne kemi mbaruar për gjëra të tjera, nuk kurse kemi mbaruar për të gjitha gjërat. Kështu që kanë probleme dhe neve e lëm në moment fundit veten tonë. Kështu që asnjëherë nuk do të lidh në moment fundit gjëja. Sipas teje, cilat janë karakteristikat që duhet ketë patjetër një estetist i mirë? Komunikimin, mirëpritjen, komplet shkollimin që ka bërë, sjelljen, stafin, këto janë gjërat më primare që duhet i ketë çdo estetist, se unë trova. Duhet i ketë, se nëse nuk i ka këto është problem. Është problem. Sa e vështirë është për ty për të gjetur një punonjëse të re? Unë nuk jam jap mundësinë që të gjithave, jo kam dhënë mundësinë ca ecave dhe janë treguar mos më njohësa. Janë në përqendra të tjera flasin keq, bëjnë keq, po gjithmonë i mirë shajt e mund dhe treni hecën. Kështu që nuk e kam dhënë mundësinë të gjithëve, kam bërë dhe kurse, kam bërë dhe gjëra. Kam dhënë dhe diploma, jam e lidhur me një mikeshën time që quhet Beli, e falenderoj shumë dhe më ka ndihmuar shumë. Dhe kam qenë goxha kursant, kam bërë deri në 56 kursant. Pra, ke testuar edhe për tregun shqiptar? Po nuk kam marr shumë, kam marr pak dhe sakt që ti mësoj, se nuk bëj dot shumë dhe më shumë nuk i mëson dot, sepse mund të ketë shkolla fantazm që janë këtu dhe ato pagojnë miliona lekë dhe kur vinë ke mua nuk din. Dhe unë s'mund t'i bëj prapë një shkollë, unë normale që t'i marr një pagesë, sepse funditës kemi dalë për t'u paguar dhe për. Shiko, pra e shkosa një njohuri transmetohet, pra e shkosa një shërbim jepet, natyrisht që gjithçka paguhet, nuk mendoj që ka gjëra fale, sepse edhe brenda familjes. Nuk e jap mundësinë që të gjithëve, kështu që gocat i kam prej vitesh, edhe kam ndruar edhe kam bër, edhe dikush ma ka marrë respektiv për dobësi edhe kam hequr direkt, po ndonjëherë njerëzit tregojnë dhe mos më njohësa, dhe mos më njohja është gjëja më e madhe në jetë. Si në lidhje, si në jetë, si në rrugtim, si esetiste, kështu që ta marr ndonjëherë respektiv për dobësi. Po gjithmonë biznes do të kërkosh i ftohtë që të bësh punë mira. Absolutisht, është shumë e rëndësishme mendoj. Patjetër. Sipas teje, është më e thjeshtë të punosh në Shqipëri apo mbasa në një shtet tjetër? Faktikisht më kanë ardhur mundësi në Amerikë, më kanë ardhur mundësi edhe në Zvicër, më kanë ardhur mundësi, por nuk kam pasur shumë besim sepse njerëzit janë shumë fake dhe ka mall që mund të bashkëpunojë dhe ta bëj emrin brand dhe ka mall nesër mund të lidhin keq kuptime, mund të lidhin drama, mund të lidhin shumë gjëra dhe ndoshta do edhe ndonjëherë do prishesh. Edhe nuk kam qef të marr barra mikurricë që ndoshta s'më zë gjuminat, më mirë të kem 2 klinika dhe jam i lumtur dhe ta menaxhoj lumtur, se do të vjedhin, do të bëjnë edhe si punë Shqipëria. Nuk e bën dot kudo. Unë kam një rrugtim shumë të gjatë për 17 vite dhe jam lodhur ndonjëherë. Do e mbaj me kamerë që mëngjes i shoh gocat që këtu lëvizni, bëni, esni këtu, aty. Kështu që njeriu kur vjen në punë i ndan gjërat, si e ndan familjen, hallet problemet dhe kur vin punë do qetësi. Unë nuk e di këtu nuk ka qetësi. Këtu futesh në një masazh ka zhurmë, futesh në celulit ka zhurmë. Njeriu do të jetë koshient ndaj vetes, të jetë i sinqert, të ketë motivin e mirë dhe të ketë qetësinë. Se nëse unë do të bëj ty do të kem atë vibe më të mirë që të jap energji më të mirë, nuk do bëj dot. Absolutisht. Me lut menç. Dikush janë halle, dikush thot nga rrafburri, dikush thot nuk jam dar nga i dashur, ne mi bër sikur rrafemit e prifti. I bër sikur rrafemit e prifti. Pu. Gjë e keqe, po si i stopon, domethënë apo kështu çik. Pa e kaloj edhe unë në një kafe, në një Red Bull, do i çarje hallesh.
Kemi çfarë duhet na kështu e ka puna. Shiko, shumë e kuptueshme Jemi që popull që duam punën drama. E bën me qejf dhe me shumë pasion. Por a ka patur ndonjë moment për gjatë këtyre 17 viteve kur ke menduar që shiko, stop, mbase është boll dhe dua të ta ndërpres, dhe si Po marr e pauzë. ndërpreve, pastaj nuk do hecësh, nuk do hecë më. Më do ta bëj edhe unë një herë stop. Them që do menaxhoj më shumë, pastaj do kaloj në rol menaxheri. Do kem dikë mbas vetesh, kështu që do jap drejtimet e tjera. Edhe s'mund punosh vetë, se edhe me operacion i kemi duar gjitha. Kur thua me operacion, pse? Patjetër, normale kemi putur tendina, kemi putur gjëra, jemi me variçe. E kemi konsumuar veten, ne kemi. Ai se këto i ke për sy të keq Ke menduar ndonjëherë nëse nuk do ishe estetis dhe nëse nuk do ishe kaq i suksesshëm sa që Do mesha me këngë. Me çfarë do merresh? Mundësinë time ka pasur me këngë. Po kur u zgjidheva një 2-3 evente kë magjike to fest, u zgjidheva nga gjërat, nuk mora më pjesë, u prisha me disa njerëz, pastaj u pajtova më mbrapa. Kur thua zgënjeva, U zgjidheva se çfarë një kompozitor shumë i talentuar që sot nuk po prodhon më muzikë dhe ndoshta unë t'ja përmës emrin, Mund ta përmend. Floro Majezin, kur i thash në një kohë atëherë që o vllai dashur, unë kaq mundsi kam dhe kaq le kam, a do ma bësh një këngë më azjatit të paktën 5 vjet që unë të prisha Floro Majezin që të bëja një këngë. 5 vite. 5 vite dhe Për kur një erdhi një këngë. moment që në to fest që konkuruam të dy dhe unë me një këngë tjetër dhe ai kishte nxjerr disa artistat të tjerë, aty pastaj u prisha dhe nuk u takuam më prej vitesh. Po cili që shkaku, mbase nuk ka dash të jap një mundësi një personi që është më i ri dhe kisha dhe miq të mirë, ne ishim grup, ne kemi qenë gjithë pjesa e momentit, kështu që ku di unë varet si ka pas punë veta. Ka Mbase dash, nuk ka diçka dash, për një arsye, është bezdisur, është bër si ka dash ato lekët, ku di që unë është bër një ka qenë i zën, ka shumë lloj arsye që unë s'kisha më kohë ta takoja më. Kështu që unë e kam xhan, i uroj suksese. E përshëndes. E kam takuar, kështu që njerëzit thonë do dali shumë fuqishëm. Ashtu. Po, do Ase dali. me lajme të reja Patjetër, domethënë. do Shpresojmë, se na dali, mungon do gjithë dali. gjithsesi. Do dali. Ke provuar së fundmi të vish mbase me një projekt të ri muzikor? Do vi. Do vish. Kohët e fundit kam qenë me gocë estetiste, kemi qenë në biznese të ndryshme. Pra, jam thua darë. kam qenë në aspektin romantik. Romantik, jam darë, kam krijuar 2 gjëra, nuk është se kam krijuar prej historisë, po kam kapur historinë dhe kam bërë dhe Që e ke frymzuar, dy materialet janë shumë të fuqishme dhe shumë të mira. Unë e kam punuar me mikun tim Erkys Shaun, e falenderoj shumë, çunat janë si Kelly, si grupi. Ndoshta mund ta bëj ose me Fifin ose me Ronelën tekstin, se gocat i njoh prej vitesh, Ronela ka pasur shumë shoqe, edhe Fifin e kam pas pjesën e anticelulitit, pastaj iku. S'kishte më kohë bëri barkun operacion, po gjithsesi unë do ta bëj një super material, ose do jetë këngë magjike, Shumë suksese. ose do jetë me videoklip, kështu që unë do ta nxjerr për qef më shumë. Jo me konkurue, me bë lek, unë do t'i nxjerr për qef gjërat. Pra Se i po kam thua që mundësitë. qenë ke frymzuar. Po, janë frymzuar Ashtu shumë sikur se thot dy Dostojevski. materialet janë shumë të fuqishme. Pra, nëse të bie një grua e mirë, okay, do jesh i lumtur. Nëse nuk Nëse më bie një që ja, do më i lumtur bëhesh në botë, filozof do ta edhe gjej, fillon krijon do ta gjej gjëra. qytetare e treta e vërtetë, do ta gjej ty qytetare, do ta gjej më nga veriu, nuk do flekse më. Suksese. Faleminderit shumë, faleminderit Ta shumë. thuaj kur kemi të reja. Patjetër. Do të Do kontaktoj. naftosh. Po patjetër, do të ndasët. O, zoti mam. Më tregoj një situatë të vështirë që mbase e ke pasur paksa të vështirë ta menaxhosh. Situatë më të vështirë e kam menaxhuar kur mbajta shumë punëtor në punë. Kam qenë çast e menaxhimi, pastaj një shoku tim ndroi jetë, ai ka qenë çasti më i vështirë në jetën time. Që ka ikur Shpat Kasapi, Po, nuk e ka patjetër, përmendur, gjithë është e herë e parë që e përmës këty. Unë e kam përjetuar me vete dhe kam qarë me veten time, nuk kam dalë as në një lloj studio që të flas, sepse unë kam shok 30 vjeçar. Aty pastaj ndoshta mund ta kam humbur dhe lidhjen, mund ta kem humbur dhe biznesin, sepse u trondita dhe nuk kisha vetvetja. Të tjerë donin dashuri, kurse unë doja biznesin, kisha humbje, ndonë kisha humbur gjithçka. Domthonë 2 muaj kam qenë stopen gjithçka. Kam qenë vetëm punë, kam qenë vetëm i qetë, po kam humbur një shok që s'kam për ta gjetur kurrë në jetën time. Patjetër, Ka ti qenë ke humbur shoku një më i shok mirë i dhe jetës ne time. patjetër kemi humbur një artist që ka lënë në super qofti i zhuk. xhenetit. Qofti i xhenetit. Qofti i xhenetit. Okej, në këto situatat paksa delikate apo të rënduara psikologjike që gjithë secili nga ne i kalon në momente të ndryshme. Më ka dhënë një shoqë ime shumë jetës. afër. Më ka thonë, nuk e kam pas gjatë kohës e kam pas krah. A mund t'ja përdorësh emrin? Ingrid Patjetër. Gjoni më ka E dhënë si përshëndesim motor. Ingridin. Më ka motor. Më ka dhënë shumë afër dhe edhe ku kam ndruar biznes më ka dhënë shumë afër dhe gjatë gjithë kohës edhe tani më ka dhënë shumë afër.
Kështu që e falenderoj shumë dhe kam pas pjesë, e kam pas si psikologe më shumë se ishte sa. mirë në ditë të vështira. Ka qenë është mikesha ime më e mirë që në çdo lloj situate ne i qajmë halli me njëri tjetrin dhe më jep shumë suport në shumë gjëra. Sa mirë më vjen që ke miq kaq të mirë. Po patjetër. Pa miq nuk e kush ka. Absolutisht. Si e motivon veten? Ke diçka që i thua vetes her pas here në momente paksa më delikate? Po tani njerëzit edhe gabojnë. Siç gabova në biznes që ndesh do falimentoja, njeriu mund të gabojë, njeriu përpiqet për mirë dhe mund të gabojë. E nis ditën bukur, e nis vetëm ditën, me mëngjesin vetëm, me muzikë. E nis ke biznesi, rrugtimin gjatë kohës me klient, takoj aq shumë njerëz gjatë ditës, sa darkave dal thon ore si del ky person. Dal me miq, muzikave, lounge-eve, gjërave, bilardove, studiove, unë kam miq që argëtohem. Edhe e gjej veten time, e kupton, nuk dua vetëm stres. Stres nuk e dua mos. Edhe ashtu kam kaluar disa gjëra në jetën time familjare, kështu që nuk dua më të stresojm, dua ta kaloj atë pjesë të jetës, ta kaloj bukur dhe i buzëqeshur. Absolutisht, dhe meriton. Cilat janë planet e tua për zgjerimin e biznesit? Sepse dukshon ka shumë kërkesë. Janë shumë të afërta, do kem staf të huaj, nuk do kem shqiptar, mund të kem 2-3 goca shqiptare. Super. Kam dhe një gocë plan që e kam gati dhe zota lë asnjëherë do ta bëj si ti menaxhere, nuk mund t'ja them emrin, e kam surprizë. Pra, gjitha gocat e stafit tani janë projekt, e kam bërë si projekte, e kam bërë me arkitektën dhe së shpejti do ta finalizoj. Shumë suksese. Pra, do pasemi një zgjerim në një ambient të ri. Patjetër. Mezi po presim. Edhe në zëpër Tiranës. Super. Patjetër. Po e meriton gjithsesi. Kemi vite që me këtë duar. Elis, diçka që vjetre shpesh sa herë të takon është edhe stili i veshjeve tua. I zgjedh vet, të ndihmon dikush apo? Vet. Kam qenë stil vet. Kam vetë me gjëra, kam dhe me flokë të lyera, kam qenë i motus, kam pas vëth, kam pas spirs. No? I zgjedh vet. Sa mirë. Shiko, shoqëria shqiptare pas herë ka tendencën për të qenë edhe gjykuese, si për gocat, po ashtu edhe për djem. Si je përballur, duke qenë se mendoj që artistët, sepse ti je artist. Nuk i takoj shumë. Dhe artistët e pas herë, le themi janë dhe paksa më stil, janë paksa më ndryshe. Ndoshta edhe klientët në njëre e shohin që kanë probleme, edhe më shohin si konkurrent aty në sallon, nuk më shohin si shefi i sallonit, unë jam njëri i thjesht, po e shohin atë bullizimin ose me ul, ka ofendime, ka probleme. Ka ofendime. E kaloj me buzëqeshje. Ashtu. I vëre gjërave, jo kaloj edhe Shiko, mua duket komplet pa sens ky fakti, se shiko, ti ke shkuar të marrësh një shërbim. Jemi popull dramatik. Jemi popull toksik dhe akoma s'do rregullojmë dhe sa po vime dhe po. A ka tendencë për më mirë thua? Ja, me këtë brez, me këtë brez, ja. Ashtu, duket e frikshme. Shumë e frikshme. Brezi jonë është lule. Nuk e di, kisha një shpresë që po ndryshon për më mirë. Ja. Sa po vine edhe po. Po pse çfarë po ndodh? Po ku dëgjon? Ndoshta jeta luksit, shqiptarët kanë duan vetëm pare. Janë të palumtur me veten dhe transmetojnë atë palumturinë tek të tjerët. E frikshme. Çfarë bësh? Po tregu i estetikës, nëse doja krahasoj me 10 vite përpara, ka ndryshime pozitive apo jo? Tani ka evoluar më shumë. Punohet pak, po ka shumë luks. Ka më shumë llafe se sa më shumë punë brenda. Unë mora 2000 mia se çoku bën një herë masazh te gocat, shkoj. Edhe i them një ditë, a jeni aty? Jemi shumë të zëna, kemi këtë, kemi atë. Valla i thash, të ngrihem nga kafja, kam ngrënë më gjezën dhe kam shkuar dhe kam qetë prapë ke kafja. Dhe kur më pa nuk e doni më veten, kështu që nuk ishin të zëna. Bëni kot reklam, jo po jemi kështu, jo po jemi ashtu. Njëri ku është i zënë nuk ka nevojë të bëj. Më gjerë disa oferta, se oferta po dhe Vodafone. Kjo nuk më vetëm Elios, kështu që është kompani prestigjioze. Kështu që nga ofertat dikush ngec, dikush ikën, dikush vjen, dikush qarkullojnë, vim prap. Kështu ja kemi ne shqiptarët. Do, aty do jemi prap. Absolutisht. Kështu që nuk mërzita. Pra po thua që marketingu ka ndikuar sa për mirë, pa që edhe për keq. Instagrami, një miku im ka thënë, merrem me Instagram dhe mos i luaj Instagramit Elios, se kjo gjë do të ngëreri dhe do të rrisi. Edhe televizioni më ka ndihmuar. Një dorë më ka dhënë Manushi shumë që kam mikë përshëndes. E përshëndesim. Edhe Ardi Qebrea, edhe Ni Çobani më kanë mbështetur dhe televizionet shumë. Edhe gazetarët të tjera që falenderoj që kanë pas mikesha si puna jote, kështu që më ka dhënë një dorë. Sa më falenderoj. Po e meriton, se shiko, unë mendoj që hapësira i duhet dhënë personave të cilët janë kompetent për fushën të cilën përfaqësojnë, sepse edhe ditëve të fundit po shohim që edhe podcastet kanë bërë si kërpudhat pas shiut. Edhe artistët
fake apo profesionistë të ndryshëm. Shiko, ka mbaruar dikush për diçka, thotë jam psikolog, po nuk je psikolog sepse si e, thjesht nuk je. Tani duhen përfaqësohen persona të ndryshëm si persona kompetent të fushave ndryshme dhe kjo mendoj që po krijon një thepisje shumë të madhe të gjithë tregut në çdo fushë. Po krijon sepse kështu është bërë tregu, nuk kemi çfarë ti bësh. Edhe podcasti ka pafund, po podcasti jot mua më duket më i këndshëm, më i mirë, më pirpric. Kështu që ka podcaste që nuk mund të shkoj dot edhe është një zhurmë e madhe që unë nuk e gjej veten. Shkon për një temë tjetër, del në një temë tjetër. Njeriu duhet me qenë rehat. Absolutisht. Unë i zgjedh vendet ku shkoj, nuk shkoj në vende pa vend. Absolutisht, sepse meriton të shkosh në vende më të mira. Eles Promoj, ishte shumë kënaqësi të të kisha ditën e sotme në emision dhe të uroj shumë suksese. Ke një mesazh të fundit, dua 2 mesazhe në fakt. Një për esetistët e rinj që sapo e kanë nisur karrierën dhe mesazhin tjetër dua për gocat. Uroj të bëjnë punën më të mirë, edhe nga meshkujt, edhe nga gocat. Urojnë që të sillen sa më mirë, urojnë që të respektojnë njerëzit dhe t'ja bëjnë punën në fund ditës, sepse puna ai paguan dhe do bëhet. Uroj që të ecim sa më mirë në këtë gjë. Shpresoj vetëm të kemi vetëm shëndet. Dua edhe një mesazh tjetër për vajzat të cilat duan të nisin trajtimet e anticelulitit te Elios Imazh. Duhet të nisin gjatë vitit dhe janë shumë vonë që të vinë sa më shpejt, sepse bëhet nami. Goca që ta dini, aq mirë sa punojnë tek Elios Imazh, edhe nëse i nisi tani do keni super rezultat për verën, kështu që duhet i nisin që tani Elios. Faleminderit që më ftove dhe shumë suksese. Faleminderit. Kënaqësi që ftove dhe kalova shumë bukur. Faleminderit shumë. Të dashur miq, ju falenderoj që na ndoqët. Ishim me Elios Bino, me cilin folëm për trajtimet e anticelulitit dhe le të themi kontrollimin e trupit. Goca, e dini ku e gjeni, te Elios Imazh në Instagram. Ju përshëndes.